dhe burimet e energjisë. Po, para se të kalojmë tek një hartë që ndoshta edhe do të na qartësojë edhe më shumë situatën, a mund të sjellë Sopiani arrestimi i Maduros stabilitet politik apo do ta thellojë më shumë krizën, duke pasur parasysh edhe reagimin e shteteve, reagimin e Kinës, ka qenë i menjashëm që tha se duhet më njëherë të lirohet Maduro dhe gruaja e tij. Po tash në afat shkurt do të thelloj pak a shumë pasigurinë në raportet ndërshtetërore, pra në marrëdhënie ndërkombëtare mes shteteve, marr parasysh që tash më veç kemi hyrë në një botë multipolare, pra nuk e kemi një botë bipolare apo unipolare që e kemi pas në fund të shekullit 20. Pra marë parasysh gjitha këto, sigurisht se në afat shkurt do kemi tronditje edhe rritje të pasigurisë, mirë po në vlerësoj që në afat gjatë do kthehemi dal nga dal në tek bota unipolare, marë parasysh se edhe pak nuk e vlerësoj që do zgjatë shumë, do kemi një botë bipolare ku akter kryesor do janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina, pasi që Rusia veç ka humbë jashtëzakonisht shumë në ndikim dhe prestigj apo imazh që reflekton edhe në ndikim tek shtete tjera me luftën në Ukrainë, pasi që po bëhen 4 vjet dhe Rusia nuk është që ka bën ndonjë përparim të madh. Edhe pse Rusia ka tentu me bot njëjtën gjë në Ukrainë në fillim të luftës, nëse ju kujtohet, kur forcat speciale të tyre për me helikopter kanë tentu me shku në Kiev, kanë rrinë Kiev, mirë po nuk kanë mujtë me majtë aeroportin e Kievit, edhe përmes asaj kanë pas qëllim që me marë edhe ata presidentin e Ukrainës, edhe me qunë Moskë edhe me dënu, me gjyku, mirë po nuk kanë rrinë me bo këto. Po mu këthy edhe herë të arsyet. Burime strategjike, si që është nafta, sigurisht se luajnë rol shumë të rëndësishëm në veprime të kësaj natyre. Dhe kjo përkthehet edhe në strategjinë kombëtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo e fundit, që i referohet hemisferës perëndimore, që i thash më herët, apo Amerikës Latine, ku shprehimisht thotë që ne nuk do lejojmë akter apo konkurent jashtë kësaj hemisfere që ata të zhvillojnë potencial të stacionimit të forcave tyre në këtë hemisferë apo të kenë kontroll në burimet strategjike. E sigurisht se burim strategjik është nafta. Marë parasysh se Venezuela përveç që e ka rezervat më të mëdha të naftës, është edhe cilësia më e mirë thuajse e naftës që e prodhon këtë naftën e zezë apo naftën që crude oil në anglisht është, pra cilësia e naftës, apo nëse kjo shpeshtësia, apo densija, densija asaj naftë është më e madhja, që nënkupton që prodhimi, apo prej saj, kur të rafinohet në rafineri, është shumë më i madh, edhe dalim edhe shumë produkte përveç naftës, sepse e dim që nafta ka edhe shumë produkte tjera, që janë produkte të naftës crude apo crude oil. Pra, gjitha këto i kanë ndikim të jashtëzakonshëm në këto veprime, po prapse për te gjithë kësaj është ndikimi geopolitik dhe geostrategjik, pra projektimi i forcës i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe rikthimi i hegemonisë amerikane, nëse mundem me thonë, dhe atë duke filluar nga fshinjtë e tyre të parë, sepse me një pjesë madhe të shteteve në Amerikë Latine, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrëdhënie të jashtëzakonshme, po kanë edhe baza ushtarake këtu. Mirë po, me Venezuela, Brazil, e në disa vende, si tash Kolumbia, se edhe Kolumbia po ju bën problem, ka fillu me ju bë problem kogja shumë, pra që janë vende kogja të mëdha, kanë paka shumë probleme, kanë pas fërkime edhe me Argentinë, sepse Argentina një kohë ka qenë duke ofruar jashtëzakonisht shumë me Kinën. Mirë po me ndrim pushtetit, kjo afërsi shkoi duke u largu edhe Argentina po e merr një pozicion pak më të kujdesshëm në raport edhe me Kinën, po edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po pra, krejt qëllimi i kësaj në rrafshin më të lartë është kontrolla apo shtrirja e ndikimit duke përfshi
edhe burimet strategjike, apo resurset natyrore që i kanë këto vende, sepse dhe Trump ju referu hapta zit, naftën ta nuk do e lejojmë dikant tjetër me përdor të armisht thonë atë naftë, mirë po atë naftë do e përdorim ne dhe do ju kthehet në favor dhe në mirëqenie qytetarëve të Venezuelës. Pra kjo ke porosia e qartë e tij. Po. Dhe realisht një pjesë e